tifozave, policia e Sali Berisha nuk letet të tifozat me ndjek ekipin shkallë të stadiumit, e luftote ekipi mos ketë rezultate. Këtë e thonë njerëzit që janë në një moshë që janë idhull, ikonat Partizanit, si Bujala Binoti ka thonë disa intervista, kanë thënë gjithë ish futbollist Partizanit kombëtarës, e din gjithë tifozat. Memoria nuk është se është para 100 vjeç. Kjo ka ndodhur tashi, dhe Sali Berisha e di shumë mirë, dhe Shqipëria e di shumë mirë, shqiptarët e di shumë mirë, tifozat e di shumë mirë, e di dhe tifozat e gjithë Shqipërisë se çka ka bërë me Partizani. Por duhet kemi parasysh gjë, nëse drejtësia nuk do vendosi drejtësi dhe Berisha nuk do bëj burg për gjë tjetër, nuk ka ngel diçka pa u lanë këtë dynja, e ka bërë shumë krime Shqipërisë dhe shqiptarëve. Unë mendoj që procesi i Partizani dhe i kompleksit Partizani do marrë rrugën e drejtë dhe rrugën e dur. Sa do të dënohet Berisha, nuk do bëj burg Berisha. Rëndësi ka që shpallët fajtorët të sekuestrojnë pronat, dhe të shpërblen kushdo që t'jetë dëmtuar në atë, si ekipi Partizanit, si kushdo që t'jetë dëmtuar. Është shumë e thjeshtë, e ndëgjova e çik studi që ka thirrë Edi Ramën, po dhe nëse Edi Rama nuk i ka ndjek hapasapi kush ka firmos për lejen, nuk është aty korrupsioni kur është marrë leja, nuk është aty kush hodhi beton, nuk është aty është kush rrifte gjoksin, Gjim Begeja, Fatmir Bektashi, janë hapat e parë, Dhondri Berishës, Shkëlzem Berisha, vajza vetë. Mua personalisht më shbo presion, unë shkosha me denoncu atë dosje që Taulant Balla këtë denoncu, ja kam prezantu unë Taulant Balla, e kam edhur në Facebook që në 2011. Është Krushku Sali Berishës jati Jamar Maltezit, që i ka kthyr përgjigje njerëzve që i ka gjetë dokumentacionet, kanë zhduk dokumentacionet. Arta digjitale pronave të Italisë është bërë në Shqipëri, nga njerëz studenta shqiptarë që në 97 u shpërngul dhe shkonin në Romë. Janë shumë njerëz që kanë punu për ato ata digjitale. Dhe këto dokumentacione janë në Romë, po do i spaku i merr në Firenze të Italisë, i merr ke kadastra qendrore, janë digjitale, i jep Italia me sekonda sepse është një pronë që Italia ka paguajtur. Dhe familjarët e Gjim Beges, që janë edhe sepse ky është daja i Jamar Maltezit, janë shpronësuje me Monella Ari. Por, aty si që preku dhe i nderuar avokat Hidayet Beqiri, aty janë shumë njerëz që duhet arrestohen. Por shembull, kjo çështja e Partizanit, po mos kisha këmbgulur unë që nuk i bipi shmani, që unë e kam bujt bikurizit tim, jam dënuar 14 vjet e 4 muaj në Itali, pa bër asnjë gjë në mungesë, dënim mungesë, jam i vetmi dënuar që me ligj duhet hape automatikisht çështja që unë pretendoj ta hap, jam me drejtsinë italiane, jam akoma në përplasje derisa unë të ta gjej drejtën time. Pa i referohen asaj historisë që juve ju ka përndjekur Interpoli shqiptar me porosi, apo jo, nëse s'gabojo? Me ka ndjekur Interpoli shqiptar me emrin Dritan Berishës, nuk është e rastishme. Dritan Berisha, shefi, oficer kontakt, shefi Interpoli në Romë, është marrë vetëm me dosjet time. Sa që më ka kriju dokumentacione dhe nuk më hapin procesin. Si jam i pafajshëm. Dhe Dritan Berisha është djali i vllajt Sali Berishi, rritur jetim në shtëpinë e Berishës. Dhe 15 ditë para se ta arrestohem unë, ka ardhur shefi Interpolit në për gjithë Shqipërinë në Tiranë, ka arrestuar mu personalisht dhe më ka çuar në Romë. Qartë. Unë do t'i zgjidh problemet e mia private, por e thot dhe Amerika shumë mirë në grada, që ai person ka luftuar me gjykatat e veta, ka luftuar kundërshtarët. Atë çështja Partizani, po mos kisha ngul këmbun, po ta kisha ndërzuar fushat e Partizanit, po të isha korruptuar, do isha edhe unë sot në atë proces. Mu spaku ka thirrë, kam thonë ato deklaratat e mia, që do jem pjesë të procesit se s'bën, do dhe s'don Berisha, do dhe s'don Spaku, do t'i drejtojmë gjykatës nëpërmjet avokatit më të mirë që ka Shqipëria, mbase edhe nëpërmjet avokatit Hidayet Beqirit do t'i drejtojmë, që unë t'jem pjesë në një proces penal për një part civile. Sepse nga ky proces penal unë jam dëmtuar privatisht, unë privatisht person, dhe unë jam pjesë, ai generali iku sepse u kërcënuar realisht. Mirë, para më duhet jo një spyni Serbisë si që Sali Berisha nuk u kiki nga Shqipëria. Para të falenderoj shumë para dhe njerë, shëknajsi të kisha në program, falenderit që në aprit e pak, por si gjithmonë t'i futesh në momentin e ndur. Paro Laçë nga Milano, falenderit Paro. Ti të tunde kokën me skepticizëm, Petra, për punën e dënimit. Që unë, ta them që pak troç kështu si e mendoj, jam skeptik për kësaj përket marrëdhënies së GKK-s, dhe nuk besoj se do t'jetë e lirë, deri në momentin që ata çdo 6 muaj nuk do të paraqisin
deklarimet e tyre deri te brezi 3, që bën me një komision që duhet paraqisin ato Gjykatës. të dhënat e tyre. Gjyktar. Dhe kështu Ka nuk kemi të lirë ato. Ka ndodhur ndonjëherë Kështu që dhe nuk kemi lirësi aty. Dhe marrëdhënia është dormënjë kjo dhe prandaj Spaku sot ka marrë aq revansh sa që çfarë kërkon bën. Por do në ndodhi edhe në këtë rast tua? Këtu është problem. Ervin, çfarë masash temi parashikon kodi nëse personat e panderoj gjenden në fajtor? Sigurisht duke filluar nga zoti Berisha, pse se debati bëhet e pak politik te figura e tij. Po të paktën duke nisur edhe nga vepra penale, pra që është ajo e korrupsionit pasiv, kemi një dënim 4 deri në 12 vite. 12 që është maksimalja, ndërsa 4 vite është minimalja, varet pra edhe gjetje që do bëj prokuroria e posaçme, gjetje që ka bërë, pra që do t'i ballafaqojë me mbrojtësit dhe më pas do të merret vendimi, pra siç e tha edhe avokati. 10 vjet. kanë qenë 108 vjet. Pikërisht, pas 98 vjet që do jepet vendimi përfundimtar dhe atë ditë që do jepet vendimi përfundimtar do marri formën e prerë në gjykatën e apelit, se do ankimoja i vendimin, atë ditë që në gjykatën e apelit thuhet 8 vjet lihet fuqi i vendimi, ai vihet arrestohet dhe veten në burg. Edhe vdes në burg. Do zvarritet me pjesë 96 vjet që kam të pandehurin në Saranda për një tentativë vrasje. Tentativë vrasje është tjetër. Po tentativa e vrasjes nuk beri vrasje, ai u dënua 10 vjet u dënua, 10 vjet burg, po prandaj po një lloj është, edhe 8 vjet burg është, do vej në burg. Pra nuk lidhet me moshën. 70 vjeç. Sot avokat nuk e besojmë dot që do ndodhi. Po mirë, nuk e. Edhe nëse ai dënohet, nuk besoj që një. Por ai ka një gjë. Se ngatrojmë ne masën e sigurimit, arresti nuk jepet deri në 70, po kalove 70 vjeç. Si mas sigurimi, arresti nuk jepet, si mas sigurimi. Po jo dënimi le të vesh 120 vjeç që do ta vuash. Shkon qeli. Në qeli. Po ka një gjë ama që edhe nëse zoti Berisha do të jetë i lirë, ka një gjë që atij do t'i ndërpritet. Ju lutem regjia, më nxirni pak një imazh unë. Çova është fakt në 71 kushtetutës, i cili në pikën 10 të tij e tregon qartë se kur ndërpritet mandati i deputetit, kur fillon dhe kur ndërpritet. Ndërpritet kur dënohet me vendim gjyqësor të formës për kryen e një krimi. Në këtë rast, zoti Berisha do gjenden fajtor dhe menjëherë mandati i tij nga Komisioni i Mandateve do të ndërpritet, sigurisht bashkë me imunitetin. Kjo ta bënte frok zotin Berisha për herë të parë të dilte nga politika dhe nga historia, jo ashtu si qyri, jo nga dera e Ramizalis, por nga dera e gjykatës. Në 71 jam skeptik, të vërtetën jam shumë skeptik që Sali Berisha do të vijë të Praga. Jo, nuk fola për Praga, dhe unë them që nuk edhe unë jam skeptik. Nëse do të vi, Nuk kemi pasur as kërkesë për sa i përket një gjykimi të shkurtuar që mund të kishte një ulje të marshit të dënimit me 1/3, kemi gjykim normal dhe pra kjo është marshi i dënimit nga 4 deri në. Dhe sa mund zgjasë ky proces? 12, po do zgjat. Do zgjasë. Varet nga ballafaqimi që do bëjmë në gjykatë. Ka dhe një akuzë tjetër, mos respektimi të vendimit të gjykatës. Mirë, ajo është çështje tjetër. Jo, është brenda. E ka është e bashkuar. Kemi pasur dhe një hetim pasuror, për të paktën deri tani, paktën për këtë fazë. Megjithatë ka një moment tjetër, sa do të zgjasë gjyqi do përfundojë një moment. Do përfundojë pikërisht. Edhe ai do të marrë dënimin. Po sigurisht dënimi i tij në moshën që ka nuk nuk rrezikon. Jo. Shko çka gabimi bëhet gabim këtu që duhet ta kuptoj publiku. Sa është 83 vjeç. Duhet ta kuptoj. Do jetë 87 kur të mbarojë procesi. Duhet ta kuptoj publiku një gjë që për këtë vepër penale, kur thuhet minimumi është 4 vjet, rrezikshmëria shoqërore e veprës është e madhe, rrezikshmëria e personit është e madhe, se nuk e ka bërë këtë vepër penale një njeri, bie fjala një fermer. Edhe aqë ka kulturën e tjera me radhë dhe ti duhet anon deri na minimumi. Kështu që ky dënimin, domethënë minimum e ka 8 vjet. Minimumin që mund të manovroj gjykata, 8 vjet. Por po dha 8 vjet, ne kemi ligjin që ai me kusht nuk dënohet dot. Kur? Pse? Se ne themi dënimi me kusht, domethënë me shërbim prove të vesh. Dënohet në burg pas. Është 9-5 vjet. Tani, të lutem. Dënimi me, më dëgjoj deri në fund. Jepet vetëm 9-5 vjet. Dënimi me kusht jepet kur është 9-5 vjet dënimi. Atëherë kur është 9-5 vjet dhe jep burg, gjykata ka drejt të japi dhe shërbim prove. Pra ky përjashtohet Jandeja. Edhe na kjo. Kështu që është 8 vjet që ne ka, domethënë të pastër. Tani, ai mund të vej edhe procesi mund zgjasi deri në moshën 98 vjeç.
Saliut. Do zgjasi. Vip koha për të ndërprerë mandatin, është e pamundur, me që shikoj. Për të shkuar të një konkluzion të shikojmë realitetin sot. Gjithçka ndodh në sheshet e Tiranës, për arsye se dhe asgjë nuk bën drejtësia, për arsye se i duhet Berisha për të kompensuar gjithçka ka bërë dhe për të kërcënuar. E para. E dyta, ju e shikoni Spakun dhe gjykatën e krimeve të rënda. Po akuzon këdo. Për 300 apartamente, për 600 milion euro tjetri Veliaj, për 1.300 e tha një kolegu ju në ditën mas i thanë 300. 3 miliard euro këte. 2 miliard euro, 7 miliard. Pse? Sepse duan të balancojnë me veprën kriminalet Berishës. E gjitha është një strategji e sistemit të drejtësisë për të balancuar. Dhe, hap pas hapi, gjitha shtyriet, të gjitha si thuash lehtësimet që i krijon Sali Berishës. Fakti që Sali Berisha po e kthem edhe një herë s'ka asnjë anekdot. Fakti që Sali Berisha s'ka asnjë gjë që mund të thuhet e gjitha anekdota për Berishën është i ndershëm. Sali Berisha vjedh gjithçka e has. Mua më ka vjedhur paratë e gazetës RD. Partisë Demokratike i ka vjedhur paratë. Dhe konfliktin e parë unë kam mësuar në kohën kur i thash mos fut duart më në financat e gazetës. Dhe Partia Demokratike s'kishte asnjë lek. Për arsye, edhe pse kishte dhurata pa fund. Sepse Sali Berisha e merrte dhe i fuste në xhep. Ky është. Atëherë kthehemi tek realiteti ynë. Por problemi ynë. Problemi ynë është ky, që po ta shikosh në deontologji, Sali Berisha do ndjehej më mirë dhe shoqëria do ndjehej më mirë dhe ai do të ishte më i lirë nëse do të shkonte në burg. Pse? Sepse do të lindte të lirë e të gjithë stuhin kundër tij, që është një popull i tërë që urren, dhe dyta do të lindte fëmijët, do ikte në atë botë duke i lënë fëmijët që mund dilin të lirë në rrugë. Nuk mund të dalin fëmijët në rrugë. Ai vjen nga një fshat, vjen nga një traditë. Siç edhe unë vi nga ajo traditë, siç edhe çdo shqiptar vjen nga ajo traditë, që në kohën kur kryen krime të tilla të mëdha, kur vret dikë në fundit, kur vret priftin, kur vret mësuesin, masa ekstreme në fshatin e tij është djegja e shtëpisë dhe pemëve dhe largimin përjetësisht nga fshati. Ku t'i largojnë fëmijët e tij? Ata fëmijët e tij kanë një urrëtie, kanë ngarkohen me një urrëtie neverisht shumë të madhe nga njerëzit shqiptar. Se janë vrarë njerëz dash Sokol. Vrasja është e tmerrshme. Po jo vetëm ai, po janë gjak me 10.000 vete, janë 10.000 vrarë. Ne kemi të bëjmë me një gjë që akoma s'jemi të bindur siç thatë dhe ju, që s'isha i bindur që është hajdut. Ne nuk e dim çfarë isha i bindur për teme për anë të tjera, po tek ajo ishte gjithmonë ajo ideja që ne nuk jemi akoma dhe indicie që jo, te kjo pjesa Sali Berisha nuk përzihet. Pastaj kur dolën ato historiat e 3% sukses fi, pastaj besoj Gërdeci i buri ka pakur gjithçka. Shkrimtari më fantazist i botës nuk do të mund ta ndërtonte një vepër që ta kompletonte tërësisht personalitetin negativ dhe kriminal të Sali Berishës. Vetëm mos harro një gjë, këtë mos t'jeni skeptik. Nuk ka krim që nuk ndëshkohet. Po të thash, atëherë kur t'i djegin pemet, jo sot. Me kaq krime sa ka bërë, unë po them sigur vetëm kompleksi partizan le të ngelet, partizani, qa do lloj gjëje të bëj gjykata e shkallës parë, qa do lloj gjëje të bëj se ka pjesë të forta ai edhe në gjykatën e apelit, ti jesh i bindur që gjykata e lartë atë do ta fusin në burg. Faleminderit avokat, faleminderit Petraj, faleminderit Frok, faleminderit Vin, kënaqësi të kisha sonë në program. Bashkë jemi nesër në ora 8, ky është rrisori për sonte. Nga unë, Sokol Valla, natë e mirë.